A ka ndonjë zakon ose mënyrë sjelljeje që është tipike vetëm për tetovarët edhe për shkupjat? Unë e kisha thonë, shesim shumë men. Ama të kena si shqiptar. Zakonisht, shumica shesim men. Edhe unë vetë e vrej vetën e herë të shqit men. Definitivt. Definitivt. Më shkon nerva. Ki drejt, ka njerë nuk është diçka e gabume. Po, të tetovarët është të na tetovës. Po kemi shumë karakteristikat ndryshme cilat lidhen me njëra tjetërën. Ka thonë, kemi qef me bo jetë dyfisht. Kur po thamë jetë dyfisht, e kom fjallën që tregojmë diçka tjetër jashtë, a mrenda jemi diçka tjetër. Që të kemi atë pikën ma kryesore, isha thonë. A të kena dhe na. E isha përmenë një ndër ma kryesore. Ama ju e pashtu shka ju veçon prej tjerve, si të mos për neve është edhe gjuha. Sigurisht. Dialekti. Edhe akullorja janë forës.